Shpresoj shumë që me kolegun tim, mikun tim, zotin Zoran Zaev, që shpejt do të jemi bashkë në përurimin e pjesës mbetur deri në Shkup në territorin e Republikës pra Maqedonisë Veriore. Овие денови и кај нас се распишува тендерот на автопатот од 14 километри, вреден 120 милиони евра, кој што е од границата меѓу Северна Македонија и Косово до главниот град на нашата земја, Скопје. I lutem, duhet shënuar ky moment. Çdo gjë në këtë projekt është bërë brenda atyre standardeve evropiane. Unë do kërkoja nga qytetarët që gjithmonë në çdo rrugë, kudo që të jenë, të ecin brenda parametrave të shpejtësisë.